SPA ka kërkuar konfiskimin e pasurive të Erion Kasmi dhe Julian Gjafës, të akuzuar për mashtrim kompjuterik dhe grup të strukturuar kriminal. Sipas prokurorisë së posaçme, bëhet fjalë për 2.3 milion euro pasuri, apartamente, garazhe, subjekte tregtare në Tiranë, Durrës, Kavaj dhe Sarand, 1.108.920 euro dhe 13.300.000 lek pasuri janë të Erion Kasmit, ndërsa 240.000 euro të Julian Gjafës. Erion Kasmi dhe Julian Gjafa u dënuan me 21 vite burg për 7 milion euro ndaj gjermanëve përmes mashtrimit në call center që të investonin në bursa, por apeli GKK prishi vendimin në datë 23 prill dhe urdhëroi që çështja të rigjykohet nga fillimi me trup tjetër në gjykatën e posaçme. Më tet Korrik Kasmi, akuzuar si organizatori i skemës mashtruese, u dënua me 11 vite burg në aplikim të gjykimit të shkurtuar 7.4 vite, ndërsa Gjafa u dënua me 10 vite. 6.8 me gjykim të shkurtuar. Sipas SPAG, Blue Energy Coal në Tiranë ishte përfshirë në mashtrimin e shtetasve gjerman, duke u marrë mbi 7 milion euro. Mashtrimi i shtetasve gjerman ka nisur që në 2018 në vijim. Hetimet kanë filluar në vitin 2021 nga SPAG pas informacioneve të marrë edhe nga autoritetet e vendeve të tjera, ku shtetas gjerman, francez, italian, spanjoll dhe grek mashtroheshin nga agjentët e subjektit të Blue Energy Coal SHPK, shoqëri me lidhje me Kasmin dhe Gjafën që të investonin në bursa ndërkombëtare. SPA konstaton dëme financiare në dëm të qytetarëve europianë në vlerën rreth 7 milion euro. Pronari Kasmi u kap në rinës gjatë kohës që po tentonte të largohej nga vendi. Të arrestuarit akuzohen se përmes platformave brokers dhe GlobalX mashtruan gjermanët që të investonin në bursa apo në metalet me vlerë dhe diamantet. Më pas paratë e vjedhura depozitoheshin në bankat offshore.